Operacioni i cili zgjat në sekonda, mund të themi një operacion apo një veprim që mund ta organizojmë edhe në një film, në një regjisor apo skenarist i cili ka gjithçka në duar të tij, duke pasur mundësi që mos pengohet edhe nga veprime. Ka gjasa që të kemi të bëjmë me efektiv të trajnuar, pra me forca ndoshta cilat po? Saktësisht, unë personalisht mendoj dhe besoj që këto grupe janë mirë të organizume, kanë ngritur trajnimet e posaçme. Pra shikon përgatitje ushtarake në atë që shfaqet në video? Më shumë janë përgatitje ushtarake se sa policore, sepse këto metoda realisht nuk janë që përdoren në njësitë standarde të policisë, janë njësitë e veçanta të policisë, sidomos ato që kanë bëjmë ndërhyrje të shpejt, dhe janë trajnime që mund të themi i ofrohen pak personave në njësitë veçanta të policive apo dhe ushtrive, e posaçërisht në Shqipëri ka pak trajnime të tilla që organizohen dhe se kryesisht policia trajnohet dhe përgatitet në një shabllon të përgjithshëm të përgatitjeve të efikasëve të policorë në këtë rast. Ajo që mund bie në sy dhe ajo që duhet të theksoj është fakti se ka një shqetësim serioz që grupet kriminale apo strukturat të tjera paralele mund të veprojnë brenda territorit shqiptar dhe të rrezikojnë jetën e atyre të cilët qoftë kanë probleme të natyrës së bashkëpunimit apo edhe të natyrës, për shembull, sigurisht në rastin konkret një gazetar siç është ndërruar në anën tjetër të ketë grumbulluar informacione të nevojshme për të ndarë me publikun apo për të ngritur shqetësimet e nevojshme për adresime publike, siç edhe në këtë rast po bëjmë. Zoti Rezi, tani sa i sigurt duhet t'jesh për ta ekzekutuar një ngjarje të tillë në një perimetër të sigurisë lartë, pra në rreth rrotullimin e Rinasit? Përse nuk zgjodhen një destinacion tjetër? Tregon gut kjo? Çfarë tregon? Ndoshta do të kisha thënë se sa kontroll ke, se sa do jesh i përgatitur. Këtu flasim për një kontroll të fuqishëm që ata kanë pasur brenda perimetrit në një zonë me siguri kaq të lartë siç është aeroporti ndërkombëtar i Tiranës. Personat të cilët kanë kryer këtë vepër kanë pas mundësi që dhe qasje në të gjithë zonën, përfshi këtu edhe ndikimin tek strukturat e sigurisë të cilat janë përgjegjëse për perimetrin e sigurisë të aeroportit. Këta persona, siç edhe gazetari nderuar e sqaroi, janë persona që mund të kenë qasje edhe në mund të themi në sistemet policore, përfshi edhe TIMS-in, një sistem që është ndërkombëtar policor dhe mund të kenë edhe informacione të detajuar tek mund të themi tek mekanizmat që përdoren institucionet e sigurisë për të dhënat, përfshi targat apo çështjet që lidhen me regjistrimin civil qoftë mjeteve apo dhe personave, dhe se këta persona mund të kenë edhe linje edhe komunikime të vazhdueshme edhe me policinë e cila operon apo strukturat udhëheqëse të policisë që operojnë për perimetrin ku bëhet fjalë për një siguri të jashtëzakonshme siç është aeroporti ndërkombëtar. Ky veprim mund të themi tregon qarta dhe se Shqipëria nuk mund të arreshtohet në shtete të cilat ofrojnë siguri, sidomos për lëvizje eventuale për personalitete të rëndësishme, dhe duhet që të merren mosa serioze për të nxjerrur para drejtësisë të gjithë personat dhe për ta sqaruar këtë ngjarje në mënyrë që t'i ofrojmë besim apo të ofrojmë një performancë për çdo person i cili ka një mundësi të lëvizjes në Shqipëri dhe nuk i cënohet siguria atij dhe apo eskortës së tyre. Qartë. Zoti Rezi, ngrini pikpyetje të mëdha për sa i përket rendit edhe sigurisë, se në fakt edhe ne që kemi raportuar ditën e djeshme